Ishte viti 1995. Në atë kohë, Beni ishte 11 vjeç. Ai ishte djali i 4, sepse ishin 4 fëmijë të një familje shqiptare. 3 vëllezër të tjerë ishin më të mëdhenj se ai. Dëgjoni se është një histori vërtet e bukur dhe emocionuese. Dhe ngjarjet që ndodhen më vonë janë vërtet shumë të çuditshme, sepse ky Beni, që nuk është emri i tij vërtet, është vërtet shumë ndryshe nga fëmijët e tjerë. Është gjendet këtu mes nesh, por nuk do që të bëhet publik dhe më tha, në qoftë se është e mundur, tha, mos ma thuaj emrin, por do të them, tha, historinë që mund ta tregosh. Dhe unë po ja u tregoj juve. Kështu që ai do t'ju lexoj këtu, ndiqeni me kujdes. Thash, në vitin 1995 Beni ishte 11 vjeç dhe në atë kohë vllai i tij i madh kishte shkuar në Gjermani, kurse vllai tjetër në vitin 1993 shkoi në Francë. Kurse vllai tjetër i treti qëndronte në Tiranë sepse rrinte pas kujdesej për prindrit dhe ky, edhe pse pra Beni që ishte 11 vjeç në atë kohë, edhe pse i pëlqente shumë që të shkonte jashtë, nuk e linin. Nuk e linte familja, por njëkohësisht vllai i madh që gjendej në Gjermani i thoshte, rri aty se t'jap unë lekët që të qëndrosh aty, të rrish në Shqipëri. Mirë, po Benit nuk i pëlqente të rinte në Shqipëri, donte të eksploronte botën. Ishte krejt ndryshe nga fëmijët e tjerë, në fakt nuk ishte shumë shok, si thot. Dhe mendoi një marrëzi, por pikërisht atë vit, thot ai, kam njohur, thot, Nadir Murën, thot, sepse më kishte parë në një nga spektakël ku bëja në Shqipëri, në vitin 1995 në televizion shqiptar, që ose mbani mend, shkova nga Italia atje dhe bëra një spektakël. Megjithatë, tha, aty tha, më pëlqeu shumë, tha, arti, nuk u bë artist, por më pëlqeu shumë arti, tha, sepse vije, tha, me një tjetër frym. Dhe këtu, tha, që atëre, tha, të njoh, me fjalë kjo ishte shkaku që thot që të njoh që atëre. Dhe të kam ndjekur, thot, shpesh në të gjitha çfarë ke bërë, edhe në filma, thot, edhe në spektakle apo edhe në rrjetet sociale. Dhe në vitin 1996 Beni, që nuk është Beni emri i tij, mendoi të bënte një marrëzi që unë mendoj që nuk e ka bërë kush në Shqipëri. Në atë kohë kishte motoskafe që iknin nga Shqipëria. Në fakt edhe Beni shkoi atje në Vlorë, kishte mbledhur pak para, por nuk mund të pagonte me aq sa kishte që të shkonte në Itali me ato para. Dhe çfarë mendoi? Priti aty derisa gjeti një çift. Jeri një çift, me fjalë, jo, tha, unë duhet të gjej një çift, jo një zotëri, vetëm njëri, por të gjeja një çift burrë dhe grua, sepse kisha më besim te këta. Dhe ditën e tretë që nga në Tiranë, tha, më kërkonin, kishin lajmëruar dhe policinë, unë ditën e treta munda që t'hipja në një motoskaf. Dhe në motoskaf isha bashkë me këta. Këta më kaluan gjëja sigurisht isha fëmijë e tyre. Por që u thashta që mos thoni që jam fëmija juaj në motoskaf, do më thoni kur të dalim, pra kur të shkojmë në Itali, shumë i zgjuar. Dhe kur shkoj tek motoskafi, pasi ra dakord me këtë çiftin, aty thot tek Pishat në Vlorë, shkoj takoj këta skafistët. Dhe kur shkoj takoj skafistin, filloj që të qante. Unë jam fëmijë vetëm, jam jetimores dhe nuk është e vërtetë, nuk kam asnjë, të lutem, po patë mundësi më merr në motoskaf, unë do t'jap këto që kam. Dhe kur e pa ai skafisti me ato para që kishte, që thotë që kishte rreth 120.000 lek, pavarësisht në atë kohë, që nuk ishin asgjë, ai u mallingjye. Dhe nuk qau, tha, por më tha, hajde takojmë nesër, tha, dhe nesër mi sill. Dhe kur shkoj ditën tjetër, por ishin edhe çifti brenda motoskafit. Ai nuk i kishte thënë, pra çifti i tha çifti mos stoj, tha që jam me ju. Sepse i interesonte kur të shkonte në Itali, sepse nëse do ta kapnin, do të thoshte që ishte fëmia e tyre. Dhe shkoj tek motoskafi, ul me të gjithë ata, tha që ishim rreth 18-20 veta brenda motoskafit dhe u nisëm. Kur mbritëm, tha, në brigjet e Italista, ishte çdo gjë shkoi mirë, tha, nuk na kontrolloi kush, nuk erdhi, tha, asnjë nga këto motoskafet italiane që nga policia apo nga Guardia di Finanza, dhe si përfundim, tha, unë përpara se të zbrisja, tha, i dhash ato lekët që kisha, tha, atij skafistit. Ai më puthi tek balli, tha, dhe më tha, ti do bësh rrugë në jetë. Hec dhe vazhdo rrugën tënde, nuk i dua këto para, por ti hec. Dhe unë, tha, ika, tha, dhe shkova pas këtyre çiftit, tha. Dhe këta çifti, tha, këta kishin disa numra telefoni, tha, që do iknin për tek disa kushërinj të tyre. Dhe nuk di, tha, sa paguan, tha, por secili, tha, më duke se pagonte, tha, rreth 2.000 euro, parafërsisht. 2 milion lireta, më falni, në atë kohë. Dhe shkova pas tyre, tha. Ata, tha, duke shkuan në Firenze, sepse aty kishin kushërinjtë të tyre që
që takuan. Mirë po, pas 2-3 ditësh tha, filluan këta kushurin, tha, thoshin tha disa fjalë për mua, sepse unë isha i vogël, tha, në atë kohë isha 12 vjeç. Të thoshin tha që se u kërkova tha një gjë, u kërkova tha që të merrja në telefon prindrit e mi dhe të thosha që isha gjallë. Dhe këta tha filluan që nuk e bën telefon, nuk më lanë tha që të merr janë telefon, më thanë jo mos merr telefon sepse ti bën emrin ton tha dhe ne na krijon probleme. Dhe kështu tha filloi aventura ime. Me fjalë unë s'kisha ku të shkoja tha, s'kisha çfarë të bëja tha. Dhe një ditë tha më thanë tha që te kisha tha mund të gjeja mbështetje. Shkova tek një kishta. Aty tha gjeta një prif tha që ishte i moshuar. Dhe ai tha kot më kot. Më thoshte disa budallë që jo shko atje, shko këtu, jo shko te Caritas etj etj. Mirë po aty tha gjeta një grua. Një grua tha që po lutej. Dhe kjo grua tha dëgjoi dhe pastaj u kthye nga unë tha dhe më pyeti, filloi që të bënte pyetje dhe pastaj tha prit tha se do të them se ku do shkosh. Dhe ajo tha më çoi tek këto murgeshat. Aty tha tek murgeshat unë ndejta tha për një kohë të gjatë. Më shkolluan tha sepse më çuan në shkollë, më çuan mbarova tha shkollën, për aq sa vjet si kisha më ndihmoi shumë tha ajo shkollë sepse fillova që të mësoja italisht, unë nuk di asnjë gërm italisht. Dhe si përfundim edhe kur fola tha me atë priftin tha unë nuk dija çfarë t'i thosha. I thosha në një fjalë që dija kështu tha, por më shumë tha me shenja se sa nuk kuptoheshim. Dhe kjo grua tha më ndihmoi dhe ka qenë tha ajo tha që ishte shtylla tha një njeri, një figurë e rëndësishme tha në jetën time. Sepse me kalimin e kohës unë ndonse isha këtu tha tek këto murgeshat, më kishin dhënë një dhomë haja aty, tha flija aty, më çonin në shkollë tha, unë filloi tha që të frekuentoja tha edhe këto kishat. Dhe kjo tha e shikoja shpesh aty tha. Por ishte një si mund të quhet, një respekt në distancë, sepse nuk shiheshim shpesh. Mirë po, kaluan vite tha dhe pastaj unë tha u shkëputa tha nga këto murgesha dhe filloja që të punoja tha. Fillova tha që të punoj në një dyqan tha, dyqan rrobash. Dhe nga aty tha filloi karriera ime tha që pse sot kam dyqane rrobash, sepse ky zotëria ka dyqane rrobash këtu në Itali dhe dyqane të nivelit të larta. Dhe kështu tha filloi puna ime. Si përfundim tha ishte unë në fillim tha isha vetëm thjeshta punëtor tek një dhe kisha marrë një shtëpi me qira. Mirë po nuk ishte shumë punë dhe kështu tha u detyrova tha që të vija tha këtu sipër dhe ka ikur sipër në Itali, pra jo aty në Firenze, nuk do t'ju them vendin, por shkova tha sipër. Dhe pas disa viteve tha, në vitin 2005 tha, takoj tha një vajzë. E takoj tha rastësisht tha kështu tha në një pjaca. Në një pjaca tha përballë tha ishte një vend parakullore, ishte kovere, dhe takoj këtë vajzën tha më pëlqeu tha që filloi buzëqeshte tha filluan të flisnin. Bëri një pyetje sepse donte të dinte tha se ku duhet të shkonte, ishte bashkë me një shoqen e saj tha, dhe unë i tregova tha se ku duhet të shkonte. Kur e pyeta tha se nga ishte, ajo më tha që ishte nga Firenze dhe më tha vendin tha lagjen aty ku rria unë përpara. Dhe më bëri shumë përshtypje tha dhe më njëherë tha filluam tha pati një feeling që në fillim tha një respekt reciprok që në fillim, por edhe me kalimin e kohës u shndrua tha në dashuri. Në vitin 2006 sepse u takuam dhe 2 herë të tjera tha unë shkova, nuk kisha shkuar tha atëherë në Firenze, por erdhi ajo tha dhe u takuam tha. Dhe kështu tha lindi dashuria. Dhe nga aty tha thash unë do shkoj thash që të takoj prindrit. Nuk i njihja sepse nuk më kishte treguar as në për foto asgjë, ishte thjesht kështu, ishte akoma fillimi tha. Dhe çfarë të shoh tha? Kur shkova tha që takova tha prindrit, rastësisht i takuam tha sepse ç'është vërtet ajo tha nuk donte që të takoja prindrit, por kur i takova tha mbeta tha. Sepse nëna e saj ishte ajo grua që më kishte ndihmuar tha. Nëna e saj dhe është e tmerrshme se si është jeta, është e çuditshme, është një mister. Tha se nuk mund të një gjë e tillë mund të ndodhë 1 në 1 milion ose ndoshta 1 në 1 miliard. Pra ishte një shans që unë edhe sikur të kthehesha mbrapshta nuk do dëshiroja gjë tjetër tha veç një takim të tillë. Pra ajo grua tha që mua më kishte ndihmuar tha, unë tashmë tha njihja vajzën e saj që se kisha parë kurrë tha. Më përpara unë nuk e njihsha, unë njihja vetëm atë. Dhe kështu filluan
lidhjet dhe dal nga dal u njohëm më shumë. Derisa pastaj ajo vendosi që vendosëm që të fejoheshim, por ç'është e vërteta, prindrit nuk donin, jo se nuk donin sepse nuk më donin mua, thot, por nuk donin sepse isha larg. Me një fjalë, isha larg shtëpisë së tyre. Dhe ky ishte shkaku që unë u ktheva edhe një herë thot në Firenze. Dhe kur u ktheva në Firenze, ndryshoi jeta ime totalisht. Pikërisht aty në Firenze hapa një dyqan timi që ti tregoja edhe vetëm bashkëshortes sime që u bë më vonë, por edhe të tregoja familjarëve të saj që unë isha i Zoti. Dhe kështu ishte një çmenduri sepse e mora me shumë vojtje. Dhe prindrit ndërkohë i kisha takuar vetëm 2 herë, sepse shkova vetëm 2 herë kur bëra dokumentat që mi bën ato të kishës, shkova 2 herë në Tiranë, por ishte shumë vështirë në atë kohë, sepse unë derisa mora veten, sepse në fillim isha i vogël dhe nuk mund të lëvizja dot, por pasi mbusha 18 fillova që të shkoja 2 herë në Shqipëri, por ishte një moment tepër i vështirë. Dhe kisha mbledhur pak para, por më duhesh banka, dhe kështu që mora një shumë të vogël, jo e madhe, nga banka për të filluar, në atë kohë jepnin disa shuma, kurse më vonë u ndryshuan gjërat, dhe tani janë bërë me garancira, dhe si përfundim ndryshoi jeta ime, sepse nga momenti që fillova punë aty, kisha një dyqan tim, një shtëpinë time, ndoshta edhe me qira, sepse fillimi kisha me qira, ndryshoi. Dhe aty u bindën, pra prindrit e saj, dhe u martuam. Nga momenti që u martuam, ndryshoi çdo gjë, sepse edhe me forcën që kishte ajo, me forcën time, të dy bashkë filluam që të ndërtonim shtëpi, blem shtëpi, pastaj blem edhe dyqan tjetër më të madh, dhe kështu filloi që pastaj bëra franchising, që është ajo që me pak fjalë ai jep vetëm firmën e tij, ka një firmë që nuk është shumë e madhe, por ka disa dyqane pranë Firenze. Dhe kështu filloi jeta e tij. Por ajo që ndodhi më vonë, siç e thash më përpara, është vërtet akoma më absurde. Pas disa viteve, mos gaboj në vitin 2008-2009, pas disa viteve, me fjalë pasi ata u martuan, një ditë vjera e tij, pra kjo zonja, u ndje keq. Dhe në vitin 2011, ajo 2010, më falni, sepse në 2011 shkuan në prisni. Në vitin 2010 u ndje keq. U ndje keq, vajti bëri analizat dhe i diagnostikuan një kancer. Mirë po, një kancer në statusin e 3. Me fjalë ishte akoma në avans, sepse i thanë që me kalimin e kohës kjo do kaloj shumë pak, më coptuan mushkonjat, më coptuan. Më falni. Dhe po thosha, sepse ndoshta nga ajo që është lagështi këtu edhe më falni. Si përfundim, i diagnostikuan këtë kancerin dhe ajo shkoi gjithandej. Bëri çdo gjë që ishte e mundur. Shkoi tek specialist, bile dëgjoi edhe në vendet latine që kishte disa kura dhe bëri të gjitha ato që asnjë nga këto kura nuk bënte efekt, asnjë. As një kurë që ata menduan që pastaj të jepnin kemioterapin, as një lloj kure. Kanceri vazhdonte të avanconte. Dhe në vitin 2011 ai mendoi të bënte diçka. I tregoi për kishën e Laçit, pra kësaj zonje. Dhe me qenë se do të shkoni, me qenë se ai ishte martuar tashmë dhe donte që të shkonte me familjen dhe me gruan e tij në Shqipëri, vendosi që të shkoni. Gjatë dasmës, si thot dhe ai, nuk më erdhi thot asnjë nga vëllezërit se që të gjithë punonin. Dhe unë thot u martova si një qen, thot i vetëm, ditën që u martua që u thash se harrohet ja u thoshja më përpara. Por si përfundim, kur shkuan në Shqipëri, ai e çoi pra e çoi vjerën tek kisha e Laçit. Dhe përpara se ta çonte, e pyeti vjerën dhe i tha, ti beson, tha? Unë besoj në çdo gjë ajo, por këtu tha besoj më shumë se në çdo vend tjetër. Nuk e di pse tha, por kjo kishë këtu tha ka diçka, me fjalë ky vend këtu ka diçka të çuditshme. Një energji tha që shumë pozitive. Këtë i tha ajo në fillim, me fjalë kur mbriti te kisha e Laçit. Çudia është që ata kishin vendosur që të rinin një ditë, por vendosën nga ajo ditë që të rinin një javë, sepse në ëndër, pra vjera, kishte parë që duhet të qëndronte aty për 6 ditë, dhe për 6 ditë në orën 12 të drekës, ajo duhet që të lutej tek ajo kishë, pra në gjunjë përpara kishës. Këtë kishte parë në ëndër, që ajo për 6 ditë duhet që të ulej aty, sepse këtë kishte parë në ëndër. Dhe si përfundim, të qëndruan 6 ditë dhe
pas 6 ditës, pra ditën e 7, u kthyen në Itali. Ajo që ndodhi më vonë është komplet e mistershme, sepse eksaktësisht pas 1 muaji zonja nuk ishte as edhe një gjë. Shkoi tek të gjithë specialistët, shkoi tek të gjithë vendet ku kishte qenë më përpara, nuk e besonte, askush nuk e besonte. As ajo vetë nuk e besonte që nuk ishte mbetur asgjë. Dhe çudia është që si është e mundur që ajo vetëm shkoi atje, u lut në një vend 6 ditë te kisha e ilaçit dhe që nga ajo kohë u shërua komplet. Pra në një kohë shumë të shkurtër, brenda 1 muaji. Si është e mundur? Parametrat, pra të gjitha testet që bëri në të gjithë laboratorët ishin të gjithë negativ. Dhe kjo ajo filloi të qante nga gëzimi. Dhe që atëherë kjo zonjë, pra vjera ose ajo zonjë që e ndihmoi Benin kur ishte i vogël, pra kur ishte 12 vjeç, ajo çdo vit në të njëjtën ditë, pra kur ka shkuar për herë të parë, ajo shkon në Shqipëri, rri 6 ditë tek kisha e ilaçit, lutet sërish dhe